Vendet me ujin më të pastër në botë. Ja lista vendeve me ujin më të pastër në botë, bazuar në cilësinë e ujit të pijshëm, standardet e sigurisë dhe trafikun e ujit të trajtuar mirë sipas indeksit global të cilësisë së ujit, EPI dhe burime të tjera të krahasuara. 1. Finlanda. Finlanda shpesh renditet në vendin e parë për cilësinë e ujit të pijshëm me rezultate perfekte në indekset globale. 2. Island. Uji natyral nga burime, akullaja dhe ujvara konsiderohet jashtëzakonisht i pastër. 3. Norvegjia. Uji i pastër nga liçene, lumenj dhe akullaja me monitorim të rreptë. 4. Zvicra. Uji shumë i pastër dhe shpesh më i mirë se shumë ujëra në shishe, cilësi shumë e lartë e trajtimit të ujit. 5. Holanda. Ka një sistem shumë efikas të cilësisë së ujit dhe furnizim të sigurt. 6. Mbretëria e Bashkuar. Standarde strikte në trajtim dhe sigurimit të ujit. 7. Austria. Ujë i zerët me kontroll të mirë dhe burime natyrore. 8. Irlanda dhe Malta. Vendet me rezultate shumë të larta në indekset e ujit. 9. Gjermania dhe Suedia. Gjithashtu në vendet me cilësitë shumë të mirë të ujit të pijshëm. 10. Kanada. Cilësi e mirë e ujit dhe burime të bollshme natyrore. Si vlerësohet ky reagim? Ky listim bazohet në Environmental Performance Index, EPI, dhe vlerësimet e tjera, që matin cilësinë e ujit të pijshëm dhe standardet e trajtimit të tij. Vendet me rezultate të larta kanë ujë që zakonisht mund të pihet drejt për drejt nga robineti, pa filtrime të rëndësishme dhe me pak rrezik kontaminimi. Këshill praktike. Edhe në vendet me ujin shumë të pastër, në zonat rurale apo në shtëpi të vjetër, mund të duhet filtrim shtesë për siguri maksimale.